Ngjarje e rëndë ndodhi gjatë natës në fshatin Kras të Fushkrujës, ku u qellua me armëzjarri në drejtim të një hoteli lokali në pronësi të shtetasit Mondivoga, që rezulton të ketë qenë shoferi i prokurorit Arjan Doja. Mondivoga ka qenë duke fjetur në hotel bashkë me gruan dhe fëmijët e tij kur edhe ka dëgjuar të shtënat. Për fat të mirë nuk është raportuar për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Nga hetimet paraprake rezulton se në vendin e ngjarjes janë gjetur 15 gëzhoja. Kush është Mondivoga? Ky fundit ka qenë i arrestuar më parë nga policia pasi në vitin 2020 u kap me armëzjarri në makinë. Vogës u gjet arma në një makinë luksoze të blinduar, ndërsa emri i tij lidhet edhe me një ngjarje të dhunshme të ndodhur në Durrës. Mondivoga në vitin 2018 u kap nga kamerat e sigurisë një subjekt i afër prokurorisë së Durrësit, duke dhunuar avokatin Ilia. Voga u shpall në kërkim që ditën e ngjarjes, pasi veti dëmtuari arriti ta identifikojë atë që në momentin e parë dhe ta referojë emrin e tij në organin e hetimit si person që ka lidhje me prokurorin Arjan Doj. Për këtë ngjarje u vendos në hetim në atë kohë edhe prokurori Arjan Doj, që dyshohet se ka organizuar sulmin ndaj avokatit, me cilin ishin konfliktuar një ditë para ngjarjes në një seancë gjyqësore. Në lidhje me ngjarjen, yati i Mondivogës deklaroi se djali kishte rrahur avokatin Ilia pasi ishte shtyr nga prokurori Doj. Yati i Mondivogës kërkoi falje për dhunimin e avokatit në korrik të 2018-s. Kadri Voga, yati i Mondivogës, në atë kohë i shpallur në kërkim nga policia si autor i dhunës ndaj avokatit Ilia, kërkoi falje për veprimin e të birit. Dënoi ashpër veprimin e djalit tim Mondivoga. Kjo është një ngjarje e rëndë dhe e dënueshme. Avokati Ilia është një figurë e nderuar. Familjes së avokatit dhe opinionit i kërkoi ndjes. Djali im është shtyr nga një prokuror kriminal. Prokurori Arjan Doj e shtyu djalin tim drejt këtij akti. Ai e përdori djalin tim si të fortë, por djali im është viktimë e Arjan Dojit, i paguar. Djali im ka pasur shok shkolle Arjan Dojin. I kam thënë djalit tim të largohet nga ky person. Me Arjan Dojin jam në gjyqje prej 10 vitesh. E kam denoncuar për veprime antiligjore. Prokurori Arjan Doj për krah kriminalet më ka marrë lokalin e familjes sime. Dojin e kam akuzuar për shpërdorim detyre, është shprehur yati i Mondivogës më 21 korrik të vitit 2018.